Ata tani janë politikanë mahalla. Që po të kishte nisma me tepër deputet sa që ka, se duhet me prit për lajmërim më së pari. Tash 3 muaj si më ngardhe presidentin Trump. Dhe në intervistën time të parën pas zgjedhjeve ka pas këtë synim. Takimet e presidentit në zyrën në shtëpinë e bardhë, mbretin e Jordanisë, me presidentin e Ukrainës, e me shumë personalitet tjera, pak a shumë për ata që njohin politikën, i ka dhënë sinjalet dhe mënyrën qasjen e tij ndaj çdo gjë se problemeve. Dhe për lajmërimet e mia që do sa më shpejt kemi institucione që Kosova të ketë adresën e vet, dhe të jetë një partner i besueshëm, e i gatshëm për të dhe përgjigje dhe për të pas një adresë bashkëbisedimit dhe bashkëpunimit, partneritetit në temat e ndryshme, qofshin ato ekonomike, politike dhe rajonale. Unë besoj që kur gjë e re s'ka ndodhur këto 2 ditë të fundit, ka përshtypjen që as atëherë as tash nuk janë duke kuptuar drejt mesazhet dhe zhvillimet që po ndodhin rreth nesh në botë. Një politikan që merr guximin, me thonë për shkak të zgjedhje, dhe nuk e shfrytëzon ato që ka ndodhur, e që ka dhënë besimin qytetarët për menduar institucionet, nuk e di se si do të shkojnë zgjedhje. Shpresoj që qytetarët e Kosovës do të reflektojnë edhe do t'i ndeshkojnë të gjithë të papërgjeshmit, të cilët janë të gatshëm me marrë përgjegjësi që takojnë. Nëse lejohet kjo seriozitet që çdo 2 muaj me shku zgjedhje për marrë shembull, shkëria në institucione, populli ta ka dhënë votën, ju nuk keni aftësi për të ulur në bombardhje politike. Atëherë këtë që ka mundë me thonë, ju nuk e meritoni besimin e qytetarëve të Kosovës, po më plas për klasën politike. Edhe herë, shpresoj që qytetarët e Republikës do ta kuptojnë dhe do ta adresojnë përgjegjësinë drejt ndaj gjithë atyre të cilët kanë mundësi, kanë obligim dhe përgjegjësimin ndaj tyre institucionet dhe i shmangin kësaj pune. Dhe kjo shmangje po i kushton Kosovës në dame si ekonomike, si politike dhe mund të na kushtojnë dame edhe gjeostrategjike. Po shihni çka po ndodh në botë. Ata politikanë që nuk parashikojnë, nuk nuhasin zhvillime politike, ata tani janë politikanë mahalla. E tani bëhet edhe politike mahalla. Kjo është cikël tash. Pasoja dhe kriza ka me vazhdu këtë cikël asaj që po flasim. Edhe krejt është bërimi është kur edhe herë. A kemi pa një ministër kur jep dorëheqje se kryeministri tregjet destabilizohen në vendet normale. E lemon në një vend ku tash sa muaj na jemi pa qeverisje. Dhe klima, çka e motivon biznesin është klima, siguria. Siguria e motivon biznesin me investu. Nëse s'ka siguri, nëse s'ka klim, biznesi ose amortizohet, hesht, ose largohet nga vendi. Dhe këtu ka pasoja. Kështu që unë nuk përshavisht ato që thatë qëmimin të ekonomikë. Bota është razuar. Jo përshin që pëndodhë rreth nesh. Dhe prandaj edhe herë bëj apel të gjithë të forcat politike. Lani egot profesionale, uli, gjëni gjune për bashkat, e janë të ndërtojmë institucionet për mes marrëveshjeve politike. E janë sepse ne mund presim, po shteti në Kosova dhe pozicionin i saj nuk mund pres. Sigurisht, unë jam i bindën që po të kishte nisma me tepër deputet sa që ka, nuk do të diskutojë tash do të ishte mbyllur çështja e ndërtimit të institucioneve dhe qeverisjes.